Mirë se vini miq në Kohë Reale, nisë dhe sot programin, është data 3 në fakt e shkurtit për diskutuar pak për ngjarjen e ditës së djeshme se çfarë na sjell të re policia dhe hetimet. Sigurisht mbetet për të diskutuar përse janë shpallur në kërkim 3 persona dhe një prej tyre i cili është gjendur brenda Berberhanes, në cilën Sokol Daci duket se është plagosur. Do të pyesim pak se si është gjendja e tij shëndetësore ditën e sotme, ndërkohë që po gjithashtu Besart Kovaçi është ndaluar, është efektivi i cili ditën e djeshme në raportim kemi përmendur për efektivin që ka shkëmbyer zjarr pikërisht me personat të cilët kanë lëvizur me automjet përpara një Berberhane në zonën e Rilës së Lezhës dhe më pas janë larguar prej aty. Ndërkohë nga ana tjetër do të flasim për një të afërm i cili në burgun e Fierit ka tentuar që të fusë lëndë narkotike, një fenomen i cili nuk është era e parë që ndodh, por vjen në vazhdën e këtyre ngjarjeve hetimore edhe të IEVP-ve për Katse. Kemi patur një sër shkarkimesh edhe pezullimesh në atë të Durrësit pas largimit të një të burgosuri, po ndërkohë nga ana tjetër situata duket se është pak alarmante për sa i përket institucioneve të kryerjes së dënimit. Do të flasim konkretisht edhe për plagosjen, edhe për rastin e Akademisë së Pediatrisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që sjell një situatë në fakt jo fort të qetë për fëmijët për shkak të qëndrimit të tyre përpara ekranit, por nuk do të jenë vetëm këto temat, do të ndalemi në pjesën e parë si gjithmonë te aktualiteti dhe te kronika për të sjellë edhe tema të tjera sociale. Filloj direkt me siglën. Mirë, pjesën e fundit do të ulemi në tryezë për diskutuar me të ftuar të cilët kanë një lidhje shumë të veçantë me një emër të rëndësishëm të muzikës shqiptare dhe të orkestrës simfonike të radio televizionit shqiptar. Bëhet fjalë për Ferdinand Dedën, i cili është ndarë nga jeta ka vite, megjithatë është një figurë shumë e rëndësishme, edhe salla madje ku orkestra luan edhe orkestra përgatitet mban emrin e tij. Bëhet fjalë për 85 vjetorin që do të ishte më datë 5 shkurt, pra vetëm 2 ditë pas ditës së sotme, dhe ne duam që ta kujtojmë nëpërmjet disa bisedave të këndshme ku do të jenë fëmijët e tij për të na treguar pak më shumë dhe për ta njohur edhe ne si personazh, por do të hapim edhe arkivën për të ndalur tek momente të rëndësishme, ndoshta edhe momente që ata vetë nuk i kanë parë, por jo vetëm. Do të jetë një event i cili do të mbahet po me datën 5 nga Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Publik Shqiptar nën titullin Meditim, ashtu siç ka qenë edhe një prej veprave të Ferdinand Dedës. Do ndalem më gjatë në pjesën e fundit, ndërkohë do kem mundësi që të flas për 15 të rinj nga Shqipëria dhe 15 nga Kosova, pra 30 në tokën shqiptare të cilët kanë konkuruar për esen më të mirë letrare. Do të kemi 3 fitueset të cilat do të na tregojnë pak më shumë. Fituesin e çmimit të parë, Oriada Daikon, do të kem Gjesilda Zeqirin, fituese e çmimit të talenteve letrare, dhe Markela Popshini, çmimi i mendimit kritik. Shumë interesante për të folur me njerëz që njohin gjuhën shqipe, po mbi të gjitha kanë kreativitetin për të ndarë ato çfarë mendojnë në një letër. Akademia e Pediatrisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shëndeti mendor i fëmijëve duket se po dëmtohet nga ekranet. Sa dëmtues janë ata në të vërtetë? Çfarë e dëmton më së shumti qëndrimi në një kohë të gjatë të një fëmije, mosha për cilin bëhet fjalë, do të kem psikiatre, do të kem mësuese, prind, të cilët do të na flasin për realitetin e tyre të përditshëm, por më parë do të ndalemi tek ngjarjet e aktualitetit. Bëhet fjalë për urdhrin tashmë që është marrë nga prokurori dhe ka ndaluar efektivin Besart Kovaçi, i cili ka qelluar me armë nga brenda Berberhanes, po ndërkohë nga ana tjetër Sokol Daci, i cili është vazhdon të jetë i plagosur, 3 persona që janë kërkim të 3 kushërin dhe një person që ka qenë brenda biznesit në ato momente, në cilin është qelluar me 40 fishek, pra 40 fishek në drejtimin e Berberhanes së Sokol Daci. Do ta diskutoj me Brunilda Likën, avokaten që e kam studio. Mirë se vjen Brunilda, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Marcel Vocaj do të jetë me mua në lidhje për të më raportuar pak për këtë ngjarje dhe për shëndetin e Sokol Dacit. Si është gjendja e tij sot që flasim, Marcel, dhe më pas detajet e tjera? Flori, të përshëndes. Gjendja shëndetësore e 30 vjeçarit, i cili mbeti plagosur për së dielës rreth orës 21, fatmirësisht është e gjendje stabil dhe por nuk mund të themi se ka kaluar akoma rrezikun për jetën pasi vjen të ndollet në reanimacion në spitalin e Traumës. Por nga purimet që kemi nga spitali i Traumës na kanë deklaruar sepse ai është në gjendje stabil, pra nuk ka pasur përkeqësim në gjendjen e tij shëndetësore, pavarësisht se kishte 4 plumba të marrë në pjesën e kraharorit, të barkut dhe të këmbës.
Gjithashtu ka dalë dhe detajet e reja në dritë, mund të themi, në lidhje me ngjarjen, pasi janë identifikuar disa persona të cilët dyshohet se kanë qelluar në drejtim të Berberhanës dhe Sokol Daxhit, i cili mbeti i plagosur. Bëhet fjalë për 3 shtetas të cilët janë shpallur. Faktikisht janë 4 shtetas të cilët janë shpallur në kërkim, ku 3 prej tyre janë 3 kushërinj me mbiemrin Doka, dhe bëhet fjalë dhe për 21 vjeçarin Merando Nikulaj, i cili gjithashtu edhe ky është i shpallur në kërkim. Por siç thamë edhe ditën e djeshme, dyshohet se është një person i plagosur dhe bëhet me dije nga burimi nga policia se dyshohet se Merando Nikulaj është personi 21 vjeçar i cili ka mbetur i plagosur nga shkëmbimi i armëve të zjarrit që ka pasur. Merando Nikulaj është personi i cili ka qenë brenda në Berberhanën e Sokol Daxhit, që priste pra të ishte klienti i radhës dhe është plagosur nga ky shkëmbim zjarri, apo jo. 3 kushërin dhe një herë ti përmendim emrat e personave të cilët janë kërkim. Atëherë bëhet me dije nga burimi nga policia, pasi edhe mbrëmjen e djeshme solli njoftimin zyrtar për ecurinë e hetimeve dhe thuhet se janë Gerardo Doka, dyshohet se janë këta shtretas të shpallur në kërkim. Gerardo Doka, Eliseo Doka dhe Kevin Doka, të cilët janë autorët e dyshuar në lidhje me ngjarjen, pasi dhe nga burimet që kemi nga policia është mësuar se këta 4 shtetas kanë pasur një situatë, një incident, nëse mund ta quajmë kështu, në muajin mars të vitit 2025, ku për një aksident automobilistik kishte pasur dhe debat mes tyre, fillimisht një debat verbal dhe pastaj në një konfrontim fizik. Siç duket, situata është menduar nga policia se mund të ketë kaluar, por fatkeqësisht mbrëmjen e së dielës ka pasur dhe shkëmbimin e zjarrit, pasi këta shtetas së bashku edhe me disa shteta të tjera të cilët nuk janë identifikuar akoma nga policia, kanë shkuar përballë Berberhanës dhe kanë dalë me armë në dorë dhe janë afruar Berberhanës. Por ka qenë 24 vjeçari efektivi i policisë në Mirdit, Besart Kovaçi, i cili ka qenë i pari që ka qelluar në drejtim të këtyre shtetasve për të parandaluar një ngjarje kriminale për t'i trembur fillimisht ata, pastaj ka ndodhur dhe shkëmbimi i zjarrit nga ana se kjo është të ndoshta do ta diskutoj edhe pak me avokatën ligjërisht çfarë ndodh. Ai akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me këtë ngjarje, pasi ai ka qelluar në drejtim të tyre menjëherë sapo ka parë se këta disa persona janë afruar Berberhanës Sokol Daxhit, të cilët kishin pasur në dorë armë automatike, por edhe shkopa bejsbolli dhe. Pra nuk është parë si formë vetë mbrojtja. E qartë. E ka përdorur nëse mund të themi kështu, ai ka përdorur në formën e vetëmbrojtjes dhe ka qelluar rreth 10 pluma, por edhe nga hetimet deri në këto momente, mund të themi që janë bërë nga policia e Lezhës, është zbuluar se janë qelluar, ka qenë vetë efektivi i policisë Besart Kovaçi, i cili ka qelluar 10 plumb, rreth 10 plumba, dhe ka qenë i pari që ka gjuajtur në drejtim të këtyre shtetasve të cilët kanë ardhur me makinat Audi dhe tip Volkswagen Passat. A ka ndonjë konflikt, të paktën në rastin e Nikulajt është besoj një mbiemër shumë i njohur edhe për ata të cilët e ndjekin kronikën, bëhet fjalë për Ardian Nikulajin, ka ndonjë lidhje me ngjarjen me biznesmenin i cili është vrarë në 2023-shin, Marcel, rasti i të plagosurit i cili është larguar nga biznesi? Dyshohet se është një i afër, atëherë Merando Nikulaj dyshohet se është një i afër i biznesmenit Nikulaj, i cili u vra në mars të vitit 2023. Këto janë informacione që kemi të arritur të sigurojmë nga policia, por nuk na kanë treguar fikse çfarë mund ta kishte Ardian Nikulaj, por na kanë deklaruar se ishte një afërm i tij. Pra, bëhet dyshohet që mund të jetë një i afërm. A kanë patur këto dy familje, familja Doka me familjen Nikulaj, në një konflikt më parshëm? Atëherë, siç e thash edhe më përpara, në muajin mars të vitit 2025, për shkak të një incidenti me makina, ka pasur konfrontime mes tyre. Pra ka pasur fillimisht një debat verbal mes të rinjve të Nikulaj dhe Doka, të cilët ka agravoar situata deri në dhunë fizike. Por siç duket, situata nuk ishte mund të themi, kishte rënë në qetësi e gjithë situata, pasi nuk ishte pasur përplasje mes këtyre dy grupeve, nëse mund t'i quajmë, mes të rinjve të Nikulajve dhe Doka. Por siç duket, situata mbrëmjen e së martës është mbrëmjen e së dielës është rikthyer përsëri në vëmendje, pasi kanë qenë këta kushërinj me mbiemrin Doka, të cilët kanë tentuar, nëse mund ta quajmë kështu,
vrasin Merando Nikulaj. Po duhet dyshimet paraprake të rifleksoj nga ana e dyshimet policisë. paraprake gjithmonë ne mbetemi të dyshimet se deri në momentin që do dalë një vendim, atëherë do të kuptohet më shumë. Por dua të kuptoj, Gerardo Eliseo dhe Kevin Ndoka janë gjithashtu të rinë në këtë moshë, pra 21 vjeç, 23 vjeç, flitet do të për moshën e tyre për të kuptuar ne, duke qenë se Merando po më thoje që është një djalë i ri. Po. Po, bëhet në bedije se Merando Nikulaj është 21 vjeç, por gjithashtu edhe Kevin Ndoka dhe dy kushërinjtë e tij janë nga mosha 21 deri në moshën 27 vjeçare. Këto janë informacionet që kemi arritur të ngërmullojmë deri në këto momente nga policia. Persona të tjerë të cilët kanë qenë brenda në biznes, janë identifikuar përveç se Merandos edhe Sokoldacit që kanë qenë brenda dhe efektivit policisë? Atëherë, policia ka dalë në deklarat ku thotë se vetëm këto 3 persona kanë qenë në ambientet e Berberhanës. Pra, të gjitha spekulimet që kishim ngritur pasi ose dyshimet, mund të themi më saktë që kishim ngritur, ka rënë poshtë pasi policia ka dalë në komunikat zyrtare dhe ka thënë se vetëm këto 3 persona kanë qenë në Berberhanë në momentin kur është qelluar në drejtim të Berberhanës. Pra, ka qarkulluar në media dhe një lajm se dhe i biri i Ardian Nikulajt mundet që të ketë qenë brenda në Berberhane. Është e konfirmuar kjo nga policia apo jo? Jo, nuk është, policia nuk ka, atëherë në momentin që policia ka sjellë njoftimin zyrtar, ku janë komunikuar të gjithë personat e identifikuar deri në këto momente në lidhje me ngjarjen, atëherë vetëm një person është nga, nëse mund të ta quajmë kështu, nga fisi i Nikulajt, i cili dyshohet se është shteta si Merando Nikulaj. Pra nuk ka ndonjë person tjetër. Mirë, qëndrojmë pak aty, ndërkohë Emri Vatën ish drejtuesin e policisë e kam gjithashtu në studio, mirë se vjen kënaqësi që të kam, të diskutoj dhe pak po e nis me Brunildën, me që çfarë më shqetësoi mua në fillim ishte pikërisht ndalimi, më shqetësoi, ose pikpyetja e parë, duhet them, se ne nuk e di mende se si ka ndodhur e gjithë ngjarja dhe në cilat kushte kanë qenë. Po ndalimi i efektivit të policisë. Tani, sigurisht edhe efektivi i policisë apo kushdo që është pjesë e policisë së shtetit, nuk mund të përdori armë pa kriter. Ligji ka përcaktuar, e ka parashikuar qartë që edhe punojësit e policisë së shtetit përdorin armë vetëm atëherë kur situata është vërtet e pashmangshme, është alternativa e fundit dhe sigurisht ekziston rreziku, pra duhet të jetë një arsye proporcionale për të që në mënyrë që punojësi policisë pra të përdori armën. Si duket, në rastin konkret, autoritetet, organi akuzës ka gjykuar që duhet ta hetoj këtë element të kësaj ngjarje, nëse pra punojësi policisë ka qenë, pra siç e tha dhe gazetari juaj, është akuzuar, ngrihet dyshimi për shpërdorim detyre. Po. Pra, ka element. Të element. duhet kuptoj, kur klasifikohet ligjërisht tek shpërdorimi i detyrës? Përse është quajtur, si mund ta klasifikoj prokuroria ndalimin e një efektiv? I takon organit akuzës sigurisht për të bërë hetime dhe për të dalë në një konkluzion, por në pamje të parë, ndoshta është konstatuar që efektivi policisë e ka përdorur armën, pra jo në kushtet të emergjencës reale, jo duke përdorur të gjitha mënyrat e tjera dhe më pas në fund të shkonte drejt përdorimit të armës. Tani për ta diskutuar pak, kjo është ligjërisht, po si ndodh në veprimin e përditshëm. Kemi një efektiv policie i cili ndalohet me urdhër të prokurorisë. Por në këtë ngjarje, ajo çfarë të duket absurde është fakti që aty janë shkrepur 40 fishek, ndërkohë ai ka qelluar për të trembur apo për cilat arsye, pastaj mbetet për t'u parë në dosje konkretisht. Megjithatë, ndalimi i tij na thot gjë, interpreton gjë në cilat kushte efektivi policisë ndërhyn, pra unë dalja pak ligjërisht me Brunildën, po në praktik më shumë me ty, Vata. Teknikisht, po ta shikojmë, vera penale shpërim detyrë është një thes i madh. Është një vera penale ku përfshin shumë veprime dhe mos veprime të një personi gjatë një ngjarje që ndodh në ngjarje të caktuar. Edhe në rastin konkret, shpërim detyrës nuk është vetëm përdorimi i armës, besoj unë. Ata kanë arritur edhe në konkluzione të tjera, sepse shpërndrim detyrë për një punonjës policie është edhe shoqërimi me personat që janë të skeduar, të inkriminuar apo janë persona kontingjent. Pra edhe këtu mund të klasifikohet shpërdorimi i detyrës. Patjetër se shpërdorimi i detyrës. Sa i përket përdorimit të armës, përdorimi i armës ka një ligj specifik,
Me sa jemi informuar efektivi është punojës i shërbimit patrullave të përgjithshme, është shërbim i patrullave me uniform, që duhet të përcaktoj qartë se ku duhet të rri arma kur ai është jashtë shërbimit, sepse të jemi realistëni. Nëse armën ai do ta marrë me vete, nuk ka një vend ku ta caktoj ose ku ta letë sigurt tek shtëpia, sepse është bërim krimi edhe tek shtëpia. Kështu që nëse... Pra nuk i lejohet një efektivi që jashtë orarit zyrtar të ta marrë armën? Nëse nuk i lejohet, ai duhet të ketë vendin e caktuar që ta dorëzojë kur dorëzon shërbimin. Dhe këtë duhet ja... Nëse nuk i lejohet. Patjetër. Dhe duhet t'ia ofroj shtetit. Fakti që e ka marrë. Fakti që e ka marrë që këtu lind shpërdorimin e detyrës nëse ai e ka patur ndaluar. Që këtu lind shpërdorimin e detyrës. Pastaj përdorimi... Por ama ka raste kur edhe i lejohet një efektive të flas jashtë. Gjithmonë kur i lejohet kur është në punë. Dhe shërbimet e tjera që janë, shërbimet civile që kanë të pandërprerë shërbimin e tyre. Nëse personi ose nëse efektivi është i caktuar në një shërbim të tillë, shërbim të hapur me uniform dhe ka 8/4, ka 8 orë punë, ai nuk duhet ta ketë armën me vete. Në rastin konkret, nëse ai ka përdorur armën, për atë çfarë thuhet, atëherë shpërdorimi i detyrës kalon tek këto tjera që thamë përpara. E kuptoj. Nëse ai ka qenë për vetmbrojtje, ka qenë për të parandaluar një krim, ka qenë për shumë arsye të tjera, në këtë rast për thënë vërtetën se unë prandaj mbeta ushtanga pak se nuk dua që të dalë vetëm këtu, po kur sheh një video të tillë, një fasad xhami e cila është e qelluar me 40 plumba. Më falë për ndërprerjen, por ai është me sa jemi informuar është i akuzuar edhe për moskallëzim krimi. Edhe për moskallëzim. Edhe për moskallëzim krimi. Okej, mirë. Këtë pastaj mbetet për të ma konfirmuar Marseli, po Brunilda. Në fakt, ky rast është shumë i rëndë. Po, dhe është pak ndryshe nga çfarë kemi trajtuar deri tani. Shumë i rëndë, duke marrë parasysh elementin grup moshë të rinjve që na provon edhe një herë që rinia shqiptare është në një alarm. Sigurisht është i rëndë edhe për faktin që, siç e thatë, pra një grup të rinj gjenden me automatik përpara një dyqani, përpara një biznesi të vogël i cili një njeri pa fajshëm nga kjo ngjarje ka mbetur i plagosur rënd dhe urojmë që ta kalojë dhe të jetë në gjendje të mirë shëndetësore, se është vërtet një padrejtësi e madhe për atë, absolutisht. Është ngjarje e rëndë, si është e mundur që rinia shqiptare gjen kaq lehtë armë. Pra, gjetja e armëve është një shqetësim masiv në vitet e fundit. Dhe sigurisht motivi, siç është raportuar të paktën, është një ngjarje e ndodhur, motivi është banal. Në konsideratën time motivi është totalisht banal. Një ngjarje, një konflikt i ndodhur në verën e kaluar dhe kjo pas ka mbartur deri më tani sa që i çoi këta të rinj drejt një veprimi kaq ekstrem. Sigurisht është problemi i madh për shoqërinë, por kemi edhe një problem tjetër që e konstatoj dhe në përditshmëri këtë. Fakti që shoqëria jonë beson ende tek vetgjyqësia dhe nuk preferon që ti drejtohet organeve kompetente shtetërore për të kërkuar drejtësi dhe për të zgjidhur, për të sheshuar probleme. Për denoncuar dhe në polici, për telefonuar edhe dikë. Kështu që problemi është më shumë se kaq sa është parë. Dhe këtë mendon që këtë beson që është edhe një problem brezi. I brezit të ri. Është implikuar brezi i ri. Po, tani me që ne kemi vatëm këtu të kuptojmë pak pse ka një lloj mosbesimi tek policia dhe duhet kuptoj dakord, nëse ky njeri ka shpërdoruar detyrën, në cilat kushte her pas here mund ta kesh parë edhe mund ta kesh dëgjuar që një efektiv policie shpërdoron detyrën e tij. Për cilat element? Se ka disa faktorë. Elementet e shpërdorimit të detyrës janë të shumë, siç e thash më parë, është një vepër penale ku përfshin shumë veprime dhe mosveprime. Dakor, po flas kushtet e një individi i cili shkon drejt. Ndërsa për sa i përket punës së policisë, në kohët e fundit e shikojmë si trend, që gjithë elementi kriminal, shumica elementi kriminal, shumica e personave që kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, janë në shoqërinë e punës së policisë. Kryesisht në shoqërinë e punës së policisë që janë më të afërt në polici. Fizikisht, flasëm. Pse vjen kjo? Në këndvështrimin tim. Pse e marrin ata dikë për shumë për ta mbrojtur një efektiv policia? Ata e marrin për shumë arsye. E para që t'jenë sigurt, e dyta e marrin për fizikun që ka, që mund të parandalojë çdo lloj vepre penale që ka, ose mund të shpëtojë, marr plumbin ai etik, dhe të marrë informacion. Këto tre janë arsyet pse një kriminal merr një punës policie në punë. Ndërsa, pse shkojnë punës të policisë? Të tani të kuptoj. Pse? Tek kriminali, në radhë të parë, në konvështrimin tim, është mungesa e pagës. Paga? Paga dhe ulta.
pagat e ulta dhe punojësi policisë shkon për të ndihmuar familjen. Me këto paga, një punojës policie që ka 4 ose 5 fëmijë, e mban dot familjen? Se mban dot. Do ta bëj një punë tjetër? Do ta bëj. Do të ketë edhe korrupsion? Do të ketë edhe korrupsion. Patjetër që kjo është aja ose është fillimi. Pastaj janë të tjerat që joshet me para, joshet me pushtet, joshet me makina, joshet me ofiqe të tjera që moshatarët e tij ose njerëzit e tij rreth rrotull nuk i kanë dhe ai zë një vend pune tjetër. Këto janë dy arsyet e dyanshme. Kështu që ky trendi i fundit tregon atë çfarë tha dhe parafolsa më përpara. Është një trend i kohës e para. E dyta është mungesa e besimit të komunitetit ndaj policisë dhe e treta shikon bashkëpunëtarët e tij. Shikon bashkëpunëtarët e tij. Pse po gjenden kaq lehtë armët sot? Armët. Ka shumë arsye. Këtë ngriti si shqetësim edhe avokatja. Si është e mundur që po gjenden kaq lehtë? Trafikimi i armëve, luftarake, dhe sidomos tek breziria, trafikimi i armëve është një veprë penale e cila nuk është se ka filluar sot. Patjetër. Ka ekzistuar gjithmonë, por policia ka një detyrë dhe misionin e saj fisnik që ka, detyrën parësore që ka parandalimin. Ç'është parandalimi? Parandalimi i një ngjarje ose një veprë penale. Që do të thotë, shton një jetë, shton një aksident, shton një konflikt, shton një familje, shton një viktim. Si arrit parandalimin nga ana policisë? Parandalimi nga ana policisë është baza kryesore duhet të ketë besimin në komunitet. Kush është besimi në komunitet? Është rrjeti informativ që ka çdo punonjës policie, sidomos punonjës të policisë kriminale. Nëse e arrin punonjës i policisë që të jetë i besueshëm tek rrjeti informativ i tij, atëherë ai do të marrë informacion në kohë reale. Dhe do të bëhet parandalimi. Në rastet të cilat ku janë të ekspozuara konfliktet, si rasti konkret, fis me fis, nuk është vetëm ajo ngjarje banale, nuk e besojnë që është vetëm ajo. Po t'jemi sinqertë se mes këtyre fisëve ka pas vrasje më përpara. Akuzohen, akuzohen. Dhe në rastet të tilla ku janë të ekspozuara konfliktet, atëherë policia ka një vlerë të shtuar, ka një objekt të shtuar për t'i mbajtur në kontroll këto element. Kush mund nga ky fis të bëjë krim dhe mbahet në kontroll, në survenim, gjendje informatori, i bëhet kontroll her mas here, por sot jo vetëm armët. Po jo, s'ka çfarë kontrollit i bëhet kur ai e merr bodyguard policin. Flas. Ti ke jo vetëm armët që ke rrugës, po ti ke edhe makinat që janë makina me xhamatzi komplet. Xhamatzi dhe përpara. Tani me xhamatzi përpara kush janë? Mbi 70% janë gjithë kriminal. Gjithë vras. Gjithë trafikant. Një pjesë tjetër janë politikan dhe populli është i thjeshtë. Atëherë kjo duhet lejuar. Nuk duhet lejuar patjetër, por nuk mund të veprojë policia për sa kohë ato janë kriminal një, që janë në shoqërinë e politikës dhe pjesa tjetër e makinave që janë me xhamatzi përpara, janë familjarët, fëmijët e politikanëve apo edhe vetë politikanë që janë ta shoqërojnë. Patjetër që policia është nën presion, është nën trysni, sepse këta dy familje, të rastet konkret, nuk ka punojës policie në lejë që të shkojë të bëjë kontroll. Do të jemi realist. Po pse pra nuk ka? Po nuk pas se kanë mbështetjen e politikës. Kanë mbështetjen e politikës. Dhe punojësi policisë, nëse kontrollon një nga ato autët, apo ai Passat, po ta kishte kontrolluar një punojës policie, patrull, jo ky Kovaçi që ishte ai, po dhe dikush tjetër, nëse do kishte fluturuar në Dibër ose në Kukës, do ishte transferuar nga politika. Është shumë e thjeshtë. Politika ndërhyn tek policia. Policia, unë jam edhe pak më shumë se sa mendimi tjerë, jam edhe pak më radikal. Policia nuk duhet ketë varësi politike, duhet tjetë organ kushtetues. Në këndvështrimin tim, nuk ndodh, po duhet tjetë organ kushtetues që mos ndërhyj policia, mos ndërhyj politikat e policia. Janë këto policë. Pra tjetë shumë e pavarur nga politika thua gjithë struktura policore. Këta punojës policie kanë qenë gjithmonë, këta punojës policie kanë bërë në periudat më të vështira që ka pas Shqipëria. Po nuk pretendoj që ne jemi sot në kushte edhe për të shkarkuar oficer policie, se ne po vuajmë për të gjetur të rinj. Që ne kemi mungesë, besoj, domethënë edhe kjo është. Tani, sigurisht parandalimi për mua është edhe ndërgjegjësim atë që përmenda që vetëgjyqësia nuk është zgjidhje. Por duhet i drejtohemi institucioneve kompetente për të hetuar dhe për të dalë në një konkluzion dhe për të gjetur fajtorin, patjetër. Por, nga ana tjetër, mungon edhe një hetim i plot, i pavarur dhe në kohë reale të rëngjarjeve ose të kallëzimeve të kësaj natyre që mund të ndodhin. Ndonë se janë shumë të pakta ato që raportohen. Por edhe nga ana institucioneve ka një neglizhencë edhe kohëzgjatja e këtyre e hetimeve të rasteve të tilla, të ngjashme, jo për rastin konkret, se për rastin konkret është provuar që nuk ka një kallëzim të mëparshëm, të paktën, çfarë është dëgjuar deri tani.
por hetimi në kohë reale, pra dalja në një konkluzion, përcaktimi i fajësisë në kohë do të parandalonte patjetër ngjarje të ngjashme ose nuk do të kishte ndodhur kjo. Sigurisht edhe të tjerë që mund të mendojnë që mund të veprojnë në këtë mënyrë. Klasifikimi është përdorim detyren. Çfarë mund të rëndojë të efektivi policisë dhe më pas për të ndalë edhe tek personat e tjerë cilët janë shpallur në kërkim? Përdorimi detyrës shkon deri tek heqja e lirisë, sigurisht për të tjerët janë disa vepra penale që rëndojnë, është vrasja e mbetur në tentativë, që shkon deri në 25 vite heqje lirie. Dhe nga ana tjetër vrasja e mbetur në tentativë bashkëpunimi, sepse kjo vepër penale është kryer pra nga disa persona dhe nuk është bërë. Gjykohen bashkë apo gjykohen veç e veç? Bashkë. Do të jetë një gjykim bashkë, sepse është një ngjarje e cila ka ndodhur në bashkëpunim, sigurisht edhe më pas plagosja e tjerë. Pra, janë një sër element. Ka një pyetje tani Brunilda Ndjes, po kjo se ne diskutojmë gjithmonë në rastin e autorit. Armbajtja pa leje po ashtu. Armbajtja pa leje. Tani shqetësimi im tjetër është edhe ky Berber Hania, pra ky biznes sipërmarrësi i vogël, i cili ka qenë aty në punën e tij dhe që kanë shkuar i kanë qelluar edhe dyqanin, edhe e kanë plagosur. Ky merr ndonjë dëmshpërblim për gjithë këtë ngjarje? I lind këtij e drejta për një dëmshpërblim se sigurisht ati i lindë e drejta për një dëmshpërblim. Por s'merret kur ky dëmshpërblimi. Por ky dëmshpërblim është aq i pamundur dhe është aq i zgjatur në kohë dhe është aq minimal, le ta themi, kemi raste ku kemi të bëjmë me humbje jetë njerëzish dhe dëmshpërblimi është qesharak, realisht. Pra duhen parë edhe këto, sepse jeta ka ndryshuar, pra nëse vlerësimi i jetës do të bëhet me 35 milion lekë të vjetra. Ajo pastaj është skandaloze. Jo, dakord. Prandaj pyeta dhe unë për kuriozitet. Por që pa diskutim që e ka të drejtën ligjore për ta kërkuar. Ku e kërkon? E kërkon tek shtetin, sigurisht. Do ta kërkoj nga shteti shqiptar. Do ta kërkoj nga shteti shqiptar. Shteti ka një institucion, ka një organizatë që e ka emrin për rendin dhe sigurinë publike, që është policia. Plus këtyre ka dhe agjenci tjera ligjzbatuese që janë në ndihmë të organizatës policisë për të parandaluar, për të zbuluar dhe për të vënë para drejtësisë autorët e veprave penale. Ajo çfarë jemi në një grad ose një drejgje ku kemi arritur sot, është një qytetar shqiptar, sepse jo vetëm ky rast që është atje në një zonë rurale, por ne kemi patur rastin e parafundit, po e themi se ky u boi fundit në mes të Rinasit. Shkrepen qindra, 10 qindra plumba në një zonë të populluar dhe kush siguracion do të ambuloj atë. Dhe kemi arritur një mas, në një drejgje, ku një qytetar shqiptar sot do të thojë, nuk më intereson korrupsioni, nuk më intereson politika, nuk më intereson asnjë gjë tjetër, le t'i bëj shteti, t'i bëj spaku, t'i bëj prokuroria, t'i bëj gjë tjetër. Mua si qytetar më intereson që mos më kapi një plumë çort, edhe mos më vend job nëse jam biznesmen. Në këtë drejgje nuk është e lehtë edhe të thuhet kjo, po e kuptoj se në cilën situatë.